Policia rrugore e Korçës vijon kontrollet intensive në të gjitha akset rrugore të qarkut 24 orë në ditë, me qëllim parandalimin e aksidenteve dhe rritjen e sigurisë për përdoruesit e rrugës. Akset monitorohen pa ndërprerje me pajisje bashkëkohore, të loguara dhe të paloguara, për menaxhimin e trafikut dhe evidentimin e shkeljeve që përbëjnë burim aksidenti. Si rezultat i këtyre masave, gjatë 24 orëve të fundit, janë ndëshkuar administrativisht 112 drejtues mjetesh për shkelje të ndryshme të kodit rrugor, mes tyre 13 për parakalime të gabuara, 14 për përdorim të celularit gjatë drejtimit të mjetit, 16 për mosvendosje të ripit të sigurimit, 17 për parkime të gabuara, 7 për mosdhënie përparësie këmbësorëve, 3 për drejtim nën efektin e alkoolit, 2 për tejkalim shpejtësie dhe 40 për shkelje të tjera. Kontrollet do të vijojnë në të gjitha akset urbane, interurbane dhe rurale, me synim për të përmirësuar parametrat e sigurisë rrugore. Policia apelon për respektim të rregullave të qarkullimit dhe u bën thirrje qytetarëve të denoncojnë çdo shkelje.